Të nderuar pjesëmarrës, sot këtë ditë është shenjtë për popullin tonë, 18 vjetori pavarësisë. Është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që fjuan për lirinë tonë. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu. Ajo u fjuan në gjatë në Afrikisë, që qëndron në shekuj. Kanë deri që të flasë të dërguar speciale nga presidenta Vjosa Osmani për dhunin seksuale që zëri viktima po dëgjohet anën botës. Na flasëm për drejtësi edhe për krime që i kryi Serbia në Kosovë. Ne jemi të gjithë këto për t'i luruar ata nga Haga, se nëse doni me ditë çka bashkojnë popullin shqiptar, është senimi i lirisë dhe padrejtësia. Faleminderit të gjithë juve që shërbyat atë dheut, që më shumë që të shëllëroj. Hashim Thaçi, Patrick Meseli, Jakub Krasniqi. Më falni se kam... Dhe Recep Selimi, ata duhet të lirohen. Ata mbrojtën popullin e vetë, të gjithë ushtria shkrimtare e Kosovës. Faleminderit gjithëve, edhe një herë gëzuar pavarësia. Zonja Vasilije Krasniqi Godman, kjo duartërgjitje është për ju.